Edi Rama është iPhone 17 ka dalë tani, dhe opozita akoma është 3310. Opozita ra në grackën e... Se mendova po të thoshet iPhone 14, do thosha thjesht Rama që ka pak më i shtrenjtë, edhe ka cilësi figure më të mirë. Po e çove te Nokia. Është dobët. Realisht edhe ran kokë këm tek kurthi që bëri Edi Rama, ku nuk u morën me emrat që kemi disa vite që hetohen për korrupsion, por u morën me diellin me një person që s'ekziston fare. Po duhet të merren edhe me ato. Realisht, duhet të po sa të specializuar janë, ka njerëz këtu është problemi. Brenda opozitës. Nëse ti do të merresh, mjafton të thuash teknikisht pse diella nuk mund të funksionojë në Shqipëri, apo pse diella me këtë transparencë që ka nuk mund ta bëjë atë që thotë Edi Rama, po të thuash që kjo është një lojë Edi Ramës thjesht në ajër. Kanë kapur disa elementë që janë kryesisht juridik. Pra ministri duhet jetë një person fizik që duhet betohet tek presidenti, që duhet mbaj një interpelancë përpara parlamentit nëse kërkohet. Diella mban dot një interpelancë? Po nëse e programon siç duhet, po, mund ta mbaj.